pikëshirë të intrigantët tjerë që të kanë rënë qafa? Po më shajnë për hyra me ty e ka proll, e Jo, kupton? veç pak, mos hin. Veç pak, nuk je garnitura ime, veç pak, nuk je garnitura ime. Ti je zotni për vetë vetën, për familjen tënde, ti nuk varesh për asnjërit. Me krejt që i kishirë mi ndihmu, me parët e tuja, me lekët e tuja, krejt ta kam palu pilli. Unë kur gjusën së këmbo. Ti te unë Ore, nuk më ke bergje. Ore, ti mua s'më ke bergje. Problemi që ndronë këtu, në qofë se unë hyj me ty, unë kam njerëz në live. Troq, po bëra lojra me ty, unë kam njerëz në live. Ama problemi që ndronë se po pata njerëz në live, dhe ti po të kesh 3.000 veta apo 4.000 veta, normalisht do më shajnë. Dhe unë thash, më mirë, nuk po i live me njerëz që më rritet audienca, e mos të më shajnë, e kupton se unë s'dua të më shajnë njerëzit. Se mua, kur më kanë sharë ka proll, më kanë sharë pa të drejtë. Se unë si kam bërë gjas kujt që më ka sharë në këtë rrjet social, se po ti kisha rënë dikujt në qafë, ore letë më shanin. Po unë si kam rënë më qafë kujt. Unë jam si të shash kishën ose xhamin, sepse nuk i kam rënë më qafë kujt, a kupton? Oke, veç, ta thëmë një fjallë. Ti je i ri në TikTok, ti je i ri, fillestar, ti je i ri që një vit në dokën TikTok, ha? Po, i ri jam, në TikTok po. Sa i ki që i kje fund në TikTok? Ore në TikTok nuk e kam një vit, 6 muaj. Veç pak. Ti gabimin më të fuqishëm njëtën tonë që e ki bo që e fund në TikTok. E dita, gabimi ditë është që e ki suportu, shoqën e ka prodhët e tjetëri. Gabimi të retë është që ja ki dhonë lejen me lujt me të një farë intriganti. Nuk janë përgjësi, janë do individa, po gati 90% janë individa, 90%, jo 100%, po 100% po du me thonë, po 90%. Jonë sha platforma rrjetet sociale, profesor, unë jam njeri shumë e normat nata, jonë sha i mall, i vogël, zero nivel edhe shikus. Publika nuk o fajtor, publika keti njef, e njef profesorin, njef kaprolli, njef tjetërin. Këtu për audiencë edhe për me hin interes lekut, kanë shit kombin, kanë shit flamurin, kanë shit herojt, ju mbo komandanta, ju mbo biznismena, ju mbo humanizma, kanë bo gjithë shka, po ju si njëve kërkushit, kërkushit një që bëne humanizma. Humanizmin është ka bon diaspora që 1 milion vjetë. E dita diaspora që 1 milion vjetë. E dita është veteran të luftës janë anash, nuk janë të kiqër rrjetet sociale. Ushtria shërimtare kombëtare vendin e kanë në përvareza dëshmorëve, lavdi i qoftë, në përgjithësi lavdi dëshmorëve të kombit, Lugin, Komanov, Kosovë, Shqipëri, Qamëri, Ulqin, Malzi, në Sanxhak, në Mërgim, në Australi, në Stockholm e në Amerikë. Na sina as komandanta këtu, as luftëtar, as kur gju. Unë jam lips, s'po të stitim nga një tur teme. Po do me tonë kështu, si të mirë është ti ki qitë 100.000 euro. Edhe të kanë bo hajnë, edhe të kanë bo gjithat këqia të kanë bo, s'ki me ti mu jeme ngu. Po ti mirë bon shka dush, kanë sha zotin, kanë sha online, kanë sha tokën, kanë sha gjamien, kanë sha kishën, kini bo shumë keq. Unë, s'kam bo sen, unë e s'kom dit mu shprej individin, ma kanë imponu montimin, ma kanë marrë shumë TikToka, unë jam prapse prap baba në TikTok. Ka që më abet, thomë, ruje familjen tonde, e ki gru e thmi në faqë që tash, por këtë që folën gru tonde e thmi në tonde që, se s'kom drejta me folë, shko të rri me intriganta, me kona të rishë që ashtu bosh, ata si të shpeja vetë në për burze, në për rrugë, në për pa familje, e ti përgazon filma këtu. Profesor, Allah i tryjtë të duha ma shumë të imbot. A ka ardita dhe Mirushi mungucën se më faj kërkojnë falje. Une i kom gjytë Mirushit 1 milion herë. 1 milion herë a i njerës më ka gjytë. Kereve i kom gjytë, po s'po du me përmend, po kjo është që s'ka arë kërkush me në suportu. Ketja mrajnë aga, erë dita pushat me atë, pushat me ketë, pushat me ketë. Ajbe Alban Nikola kur një të usha. Videon e pash të usha. Alban Nikola kur një s'ka sha. In TikTok, në rrjetet sociale është maj miri prej kreve, Gorgi. Nuk e di ka i është Gorgi. Gorgi, i Kumanova, i Macedonijës të to, nuk e di ka i është. Gjallë Flori,
rjetet sociale që nuk e shanë kur njetë kur kunja të qaj është. Na tjertë jena për me na të shi në në ndru krevi. Ti duhet me të reja, di pse, verë se i këndi mund gjimve. Ki gjujt ma tonë e kitonë për bedolla kjetë tuja. Po mirë tani se i kam ndihmuar dhe i kam gjuajtur apo kam bërë mirë, duhet më shajnë? Po duhet me të qa se ki hi me kolektivin e gabuar, që ta imponon kurthën e bordhogin e ketë. Aja familja që ki bo mirë nuk të qanë. Ti e ki meritën në borën tëndë, e ki hek një gjarpën, një të mirë e ki bo një familje. Ditën familje ki hek një kaci zjarëm, në tretën familje ku ki bo mirë, e ki pasru vorën tëndë. Ka që më abet, ti kërkunja këtu mirë si ki bo. Ti vetë si ki bo mirë. Po mirë, dakord, në rregull, se ato që i kam bërë mirë, i kam bërë me shpirt. Tani, ore ka proll, po pse u kam rënë qafun këtyre që më kanë sharë këtu? Po nuk dojnë se je i drejt, arsia që je i drejt, njerin e drejt nuk e do kërkush. Ti me pare ki bo famën, me pare ki bo respektin, me pare ki bo humanizmin, ti nuk i bo famë, nuk ish unë se ti a ki bo ti mirësi dikun një vlla tonin, apo një non, apo një motër me shëndosh, me halë, me malë, me smuje ndrojnë ndryshme, nuk i di për faqillimi e ki bo ti atë. Qertë e kam bo 99.9% e kam bo për interesin e vetë. Gjithë shka që kam punu në rjetët sociale kam bo për interes. A dikush është humanizëm rjetët sociale? Halil Kastrati, respekt për Halilin, edhe për Elvis Naqin, e po shumë burra si këta. Si Lugin, si Kumanov, si Kosovë, si Shqipëri, edhe diaspora. Por diaspora dush, se diaspora është humanizëm. Unë s'po po të kalzoj realitet, dush me thi. Dush shumë me thi, Diaspora, dikush është. Na kur kushi si na diaspora është, dush me kallë shpijën, që t'i ku je. Kejt me thi, me gjama, me dirme, se diaspora vjen të arena vonë, të vonë ma të mirë. Diaspora është baba. Diaspora, ju në TikTok kur kushi si një. Që ki, këta s'kam pare me gjujtë 500 luvana 100.000, po ju në keni qi gratë, në keni qi qikët, në keni qi nonët, në keni da familjet, në keni budalu. Ju keni pare në s'kom se ma ki qi qikët, fukara ma ki maru një sot 8 me 8 këpatilën të gistel, 2 metra drup, 500 euro qika, u dërshëru milioneri. Kjo është realiteti. E ti, te hoqa dush me shku se e thema të volinë në shoqë. S'ko me shko me ble. Po ta ka të realitetin se realist njëm. S'to me forë se jom njeri botës. I kërkojmë falje kreve ati të ti, veti ati që i ki komentus. Krevja Hamutin, veti ku shomuni. Me realist, nuk ka pelmone këtu hiqë. Por thmit e mi, mutin te me ha. Kosovë mi ka rrit 3 qika. Grujën e koma... Oj, gru! Jo, le, mos e nëzirë grua, do. Veç pak. Shti ku me qumë Beograd. Një merëm duun. Por kunja s'pja lipi, une e di ku në mja lip në TikTok. E s'ku që ka jeme të boba, e s'ku. Kusht ka rrit gjaljem ti në TikTok? Kosova. A do Kosova? Po. Qashtu. Ma keni nalë bukën. Ma keni nalë kejt, po s'ka gale, vjetë që rkush në dimon. Grynë ku me qumë Beograd, qikën ku me bo operaci. Se s'cer dha Alex Visha që i kom gjujt akontin 38 nivel, kur njere me më gjujt. 38 nivel ku më gjujt, i thë ke gryës teme, në telefon të ke me njeve telefonin se zmija pas ka vronë dorë. Ka 500 gryë ku më gjujt. Grupa Kumanovës kër i ka marru shpijet, halal i kofshe, ati me halal, tjerve jo. 10 nuhana e ku më gjujt ati, me parte publikës. Shaja mune me juve, ti e lips, unë jam lips. Ti bon humanizëm, edhe unë me bo humanizëm me parte këtinve. Ka që më abet, do me lujt fiton, ti fiton une. Zdo me lujt, miru ti me publikën. Miru ti me kuna dush, shko gjuj doana. Gruen të ndë mëse respektas me të tu, shko ti gjuj në big meqë, ajtajt. Te mulsi do dhe i ki gjuj 20.000 euro. Ka dalë ka shanë, 20, mi përjas gjuj ti më të une 20.000 euro, ta kësha marë karin në goj. Ti kësha gjuj të mësë.
Me 20.000 që ato gifta i kisha këthi tisha me jep, se unë s'ko mu kariku. 2.000 kisha në për veti tjere t'i kisha gjujt kej tije. S'ka me të cem pasha, nuk ndohet të që këja këtu. Që tu që këja s'ndohet, tu që këja në ka, që tu në zemër shqiptaria. Se cila familje u që këja në ka këtu, Flamuri nuk është për në TikTok. Se ki Flamur është i shtetë që nuk i takon të rojë shqiptare. Kjo është kundra neve, Kina. Mu bo lufta, Kina bashkangjitet me shtetet e bashkurat të Serbisë, të Rusijës e qerdhe. Ta palon pillin kinezi, po jaf ka palu keve, i një da, i më përqa. Pse së ndimoni ju në me zveti, me forë si njeri? Të kërkojmë falje dhe njës ti, familjes tonë dhe shumë familje tjera. Jo kom gjujt 400.000 euro, une. Këreve në TikTok 400.000, 2 vjetë support s'kom pasë. Edhe majsë mrami isha po bona Aroni po bjej, pish Shqipërinjës me ekipën e vetë po marre grujen, po mi rreth mija dhe mu. Por shka për famë. Ka fitu për dit ka 5.000 euro pi mu. Pse s'durit burra me më përka dikush. Qika mua betë tu. Shko gjujti, kariko. Majs mrami, vjetë dita quni jotë apo goca jotë të kërkojmë falje, dush me shkollu, se që ati ku jeton ti verë nuk ka. Tër jetën e ki i ftoft, dimën, bore, shi. Dërat pasunie, dërat mirësie, dërat ndërtese, dërat pamje me gjam ka okeani, ka bora, ka mirësia Zotit, ti ki hi me këta dërgjirasht e ma i dusne me pisaf qa mirësh. Po të je mirëve, mos e merë drogën e lbeti. Dëra të bukuria ti ka që Zotit ti pe hub kontrolën. Te kushbe? Por konave, pe hub konë, s'pori me grejën tonde, me kona me kaprollit. Me kona, me një mund, njeri që dit me mund. Që mos e maj këtë lesh këtë, në falë që përdojmë rruju, ndrequ, ndres sistemin. Në moj, humanizmi është mirë me bo, amo me humanizm këtu me rana në shkon. Se di ku shini ju sheni. Qëtu vëju, ama një cigarë grjo, unë pa ta folë realiteti. Kërëna rajinca, trujtë Zoti. Edhe me mu me lujt, jo ti, së në muni mo. Ketë shqiptarët janë me muja më Kosovë është të veçantë. Dini ju thëni ka prolle ka shetë që kënë. Dini. E një munëm ju të ra muje. Es një munëm ju muje të ra. Jo, drejt ka. Jo, vete publikën tonë dhe Zoti i rujt. Muslimantë dhe katolikë. Kofse i kom lëndu dikunja, krejt mutin një hongsha njeri njën, përgjësi. Po njeri kur, mo Big Meqa s'ka, ti dush me bo mend që kur se s'ka Big Meqa, atëhere ju kalon publika juve. Juve i veç ju kalon, ju ka qipi dorës mu. Se ju ka pa, hate po lipni ndim, po lipni humanizm, po lipni gifta, po rastit një kështu, edhe majs mami një kësi po shani, kita qifsha grujën, ki unë e tije, shti ku me ta në vend, ku me të bo kështu, ku me ta ka, ku me të dra. Kjo e një mirë. Shqiptarë jena një edhe një lind nona shqiptare, jo se lind binak di, vla e motër, na i një vla e motër. Na nuk du mi mu përqanë me zveti, na nuk du mi mu vranë me zveti, na nuk du mi mu rranë me zveti. Deri kur kjo? Ju neve përdoni me në komandu tiktokera, rjetër sociale, bëth palama me në komandu ju neve gjithë troje qiptarin përgjësia, ju jeni që mirëni, ju jeni njerës që jipni drejta për veteran të luftës edhe për ushtinët qenëtare të komtare të që kësë të që më bëz edhe shumë tjera landa, ju jeni ata edhe për gjami edhe për kisha, ju e komandoni publikën shqiptare, përgjësia, ja, ju jeni lipsa njerim një, edhe jeni rënca dhe tratar. Këtu dush me folë veç drejt, nuk ka rajna. Stop! Tu na ishem me buk diaspora, vendlindja thret, shqiptaria thret. Kjo është e vërtet, do të profesor.
E ko se do me bo, den kështu me lujtë si njeri, me bo gallata, lumë të fiton, ti fitoj, unë të so problem. O, mos të vetis mos jepen dhe henë, sërë pika të që shoh se kjo është njeri kuptushu. Kishti dia më veti zë mjenë. Edhe shti kanë me shah, e shajnë ata njerës që se dojnë këtë drejtësi, se kanë me papare, edhe ti ki pare me gjytë 1 milionerët, edhe ti ki mujtë medalj nivel 58. Po për këna medalj? Vesh ti kera pishmon që ki gjujtë, a disa i kera pishmon? Po, është e vërtet. Po, është e vërtet. Prandaj po të gjërës, ajo që është e vërtet, është e vërtet. Janë verë pishman që kanë gjojtur njerëzve që se meritoni fare. Shko gjuja për. A di pse të kanë shah? Se s'gjunë më. Kur ti gjujsh kanë me thonë falë. A di pse të thëmë fjallën falë? Se janë interesi këtu, gifti. Si a kari për profesorin për kaprollin. Vesh pare do me ti marë. Shko gjuja TikTok univers e këshesha të thotë. Ata e kuptova, prandaj stopova, po thjesht edhe, kaproll, unë edhe kur hyra me ty live ca ditë, interesin me një fjale kisha se argëtohesha fort. Troq, argëtohesha. Ti e kon humbje, profesor. Ti me mund humbje i kon. Në lek po. Në argëtim... Cigare, fol ti. Okej, në argëtim argëtohesha, quna dhe goca dhe ju që jeni këtu te unë dhe ata që janë te kaprolli. Kur luaja me kaprolli në argëtohesha. Lekët sa humbja ja nisja me Western Union nëse MoneyGram. Ja kam nis, ditën tjetër çoesha mëngjesi nisja lekët. Por në ajo që kishim njerëz në live dhe kaprolli dhe unë, kaprolli po kishte 4-5 veta, unë po beshin 2-3 veta. Filluan edhe po më shani nuk po më linin gjë. Vendosa thash të shkëputem nga TikToku dhe u shkëputa 3 muaj. Mora prindrit këtu në Island, kalova 1 muaj me prindrit dhe 2 muaj të tjera nuk hyra në TikTok. Dhe prap më çonin video njerëzit po të shajnë dhe po të bëjnë. Sinqeri. Dhe tani nuk është se kam hyrë. Ose e shikoni hyj njerë në 10 ditë, njerë në javë. Por, kur hyra me kaprollin, filluan, po më shanin, po më benin, jo që janë këto lojra, jo ka sharë këte, jo ka sharë ate, ndërkohë që me kaprollin kishin hyrë të gjithë. Kaprolli pa kishte emrat njerëzve në mur të shkruajtur, sepse i kishin drejtur gjithmonë aty. Po kur kishte 5.000 veta, pastaj filluan e po i nxirrnin si puna atyre sekreteve që i nxjerrin ai ministri, çka ka bërë në rini për t'i ulur figurën. Këto bëshin komunizmit, i nxirrnin në një sekret që kishte vjedhur Misra, kur kishte qenë 10 vjeç, për ta deklasuar. Dhe kaprollit ja gjetën stilin dhe thanë kashar, çfarë kasharu që kënë, ndërkohë që dikush që ky kashar ka qenë pjesa e një emri që kishte vënë aty UÇK dhe e shante këte na fëmija. Edhe ky i lexoi emrin dhe janë ngecën thanë kashar UÇK-n. Dhe kjo ka qenë historia. Por duke më sharë gjithandej në live nga më të ndryshëm, njerëz pa arsye pse të më shanin, thash më mirë, po iki po dal nga ky rrjet social sepse nuk duroj dot që të shahem kot pa lidhje. Dhe kjo ka qenë arsyeja që unë vetë u largova në TikToku. Dhe kaprolli ju lëshuan se kishte njerëz në live. Dhe këtë ne kemi kuptuar dhe shumë e qartë. Nuk ka nevojë për koment kjo punë. Era, edhe promi shkon të e bo lafin, për mu të folë, të më shatë gjithë shka, një emër me normat në alta, është 43 nivel, arushe i shkon ati, po më shash. Edhe kish hi gruja pingojki. Por nuk është mirë me më shatë për famë. Fama jeme vinë njerëzit se unë ishti me kesh, o profesor. Unë ishti qona rotlona, shas bëj. Ishti me kesh. E di se të kam parë një ditë kërceje, kishe e veshur fustan, kishe më parë. Mora. Kishe e veshur fustan, kishe më parë ruke, edhe e parë. Se unë e kuptoj ti, mënyrën se si e bën TikTokun, e bën për të qeshur dhe rrit live-in ti. Nuk është problemi se ti nuk rrit do të live-in. Këto e kemi parë, kush dole ta mohoj, kishe 5.000 veta, të ullën të gjithu munduan mos të hyta as njëri në live me ty, e ngrite prap vetë me forcat e tua. Edhe ke ngrit me forcat e tua prap, nuk të kanë ndihmuar njeri, se unë e kam parë. Ja, dhe publika më kanë ndihmu vollë. Publika pore, flas personat që bëjnë live. Po.
Me kam parë shumë mirë. Pasandaj ke të drejtat e tua për qefmbetjet që ke. Për sa i përket atyre kritikave që më bën, unë e vlerësoj shumë edhe e kuptoj, se ti 1% këtu je ajo përqindja që duhet shpresh. Pastaj 99% jetë pjesa e showut, e kupton? Po kur stakohesh për të folur drejt, flet drejt. Pastaj ndërron pllakën edhe vazhdon programin. Unë e kuptoj shumë mirë. Tani ti flasim gjërat ashtu si janë. Ky rrjet social është gallata. Gjoj sekond, ky është për gallata, por është i lidhur shumë ngushtë me lekun, që ti i thua gifti, edhe është i lidhur shumë ngushtë me numrat edhe me audiencën. Në momentin që ti ke shumë njerëz audiencë, njerëzit të çojnë live. Në momentin kur nuk e ke audiencën, njerëzit nuk duan t'ia dinë fare se ekziston në këtë rrjet social. Dhe askush nuk të përmend. Kaprolli ta merrni vesh të gjithë çuna, unë nuk i dal në mbrojtje Kaprolli se Kaprolli mbron veten. Kaprolli ka hyrë me çdo njeri që bën TikTok. Kaprolli ka pasur në live çdo gifter që gjuan gifte. Kaprolli t'i është afruar çdo person këtu në TikTok. Dhe njëkohësisht edhe janë larguar. Por ka ndetur me ditë kur Kaprolli kishte njerëz në live. Ka ndetur me muaj kur Kaprolli kishte njerëz në live. Ka ndëjtur me muaj dhe pastaj i kanë bërë dalje. I kanë bërë dalje thjesht edhe vetëm për ta nxjerrë keq, sepse në fund të fundit, kjo audienca që quhet e TikTokut, 50.000 njerëz janë që shikojnë në total apo 20.000 njerëz janë që shikojnë në total. Në qoftë se do ketë Kaprolli 2.000, 3.000, 5.000 apo 10.000, i bie që profesori nga 5.000 do ketë 200. Se po shikojnë Kaprollin. Dhe prandaj bëhet kjo lufta këtu dhe kjo konkurenca dhe si të ulim tjetrin. Edhe me Kaprollin e patën shumë të lehtë, i përdorën disa situata dhe disa ngjarje. Normalisht detyruan edhe njerëz për mos hyrë, se mua po më shanin ore. Hapja live-in unë më shante tjetri kot. Pse më shanë ore se ke hyrë me Kaprollin? Po pse vallë këta nuk kanë hyrë me Kaprollin? A janë sharë këta? Më fa një sekundë Kaproll. A janë sharë këta me njëri tjetrin? Dhe janë pajtuar prapë edhe kanë hyrë prapë me njëri tjetrin. A i kanë sharë gratë këta njëri tjetrit, edhe kanë hyrë prapë me njëri tjetrin. Madje edhe te shtëpia njëri tjetrit kanë vajtur, mbasi i kanë sharë gratë njëri tjetrit. A mos vallë këta janë më të nderuar dhe më të respektuar se Kaprolli? Që i kanë sharë vajzën dhe fëmijën njëri tjetrit dhe kanë hyrë prapë me njëri tjetrin në live. Bravo profesor. Kanë hyrë prapë me njëri tjetrit. Muam ka sharë Mojsiu në live nuk hyj. Vazhdoj programin e vet. Nuk hyj në live. Muam ka sharë Guçi, vazhdoj programin e vet, nuk hyj në live. Më ka sharë Klajdi Kurti, vazhdoj programin e vet, nuk hyj në live. Se nuk shkon edhe sikur të rregulloj muhabet në privat dhe të them ti në punë tënde, unë punë time, në live nuk ka burrni me për të hyrë. Nuk ka burrni për të hyrë me në live. Që shkjo, e shana rokë kërkon falje, po jo të hysh prap live-ere. Ti shash fëmijën tjetrit e ty shprap live me tjetrin. A mos janë më të fliqur ata, apo se pju një godra ki Kaprolli dhe bere një lemsh aty se njeri me emrin UÇK vajti e shauna fëmija. Dhe janë gjitën, jo ore se ti shave UÇK, nuk shave ate me emrin UÇK. Si është e vërteta këtu? A mos është më moralshme për këta që kanë sharë njëri tjetrin, do të djek, do të bras, edhe prap motrën maman, fisin pragun dhe prap kanë ngrënë makarona me njëri tjetrin ditën tjetër? Dhe prap kanë lozur me njëri tjetrin, kanë bërë lojra me njëri tjetrin, janë sharë me lisdasme me njëri tjetrin dhe prap kanë hyrë bashkë në live me njëri tjetrin. Kejtë bashkë qura, kejtë bashkë. Kur u binte audienca, pajtoheshin. Rinin qetë, kur u bja audienca prap shaheshin që tu rritej audienca dhe prap të njëjtën gjë në seri në 6 vite. Në 6 vite TikTok e kanë bërë seri. Seriale televizive kanë bërë. Seni trujt zot. Kejtë bashkë të gjithë. Ky është realiteti. Edhe mua kur më kanë sharë. E në rajitë! E dim shumë mirë se si më kanë sharë dhe për çam kanë sharë. Kur kam hyrë unë këtu në këtë rrjet social dhe kur kam bërë unë GoFonde në këtë rrjet social, kam qenë ndër të parët që çfarë po ndodhte me njerëzit e smur, ku ishin, ku shkonin dhe çfarë ku ish. Ka qenë Arioni ai që vinte te spitali atje dhe i tregonte të gjitha se si ndodhte. Dhe çfarë bën, si për të ulur mua, putën njerëz.
të më shajnë, të më ofendojnë, të më ullin. Edhe thanë gjëra dhe dallavere pa lidhje. Dhe nuk ka dalë kur emrim në asnjë lloj televizioni apo në asnjë lloj fakti, sepse s'ka se si të dali. Sepse kanë gjatë transparent. Por e kanë bërë çdo gjë vetëm e vetëm për të ulur figurën që të na quajnë të gjithë një lloj. Por 5-3. Lloj, po jemi 2 soi në fund të fundit. Se janë gjithë çka ka pasur TikToku këtu, e kanë shitur veten dhe e kanë shitur lirë. Dhe kuptohet shumë qartë kush e ka shitur, nuk ka nevojë për koment. Po njeriu në fund të fundit ka një fytyrë. Edhe për atë duhet të rroj, pavarësisht këtyre vlerave monetare që i den këtu, se leku shkon e vjenëre, fytyra ngelet. Po, janë disa gjëra që kanë ndodhur në këtë rrjet. TikTok, insan, Dhe vazhdojnë akoma, ja shajnë motrën njëri tjetrit dhe prapë në njëri tjetrit. Shqipëri, Olgjen, Malzi, diaspora, Kjo është fakti, kjo është që ka ndodhur. Iko Mario Tirona, hidhu me një live tjetër edhe dëgjo muhabete tjera në histori tjera. Bone follow 10.800 vet kej. Ta më shanë mua që hyra me kaprollin. Për çfarë arsyeur, çau bera unë që më shat mua. Më shat mua se hyra me kaprollin, unë çau bera. Piti ata të majt. Unë çau bera orë që më shatore. Më shatë mua se hyra me kaprollin. Çau bera, pse? Se kaprolli ka qenë i deklasuar në 2017. Po unë çau bera o shok. U çmend kaprolli se i shat vajzën. Edhe doli shau, po do shajo, si s'do shajo, se do flasi, do ngrej zerin, ose po i shani fëmijën. Jo, s'ka faj profesori këtu. Edhe do dali do shu, unë çau bera që më shat mua, dakord, këte shajeni se u shau, po unë, se hyra me kaprollin. Po këta të tjerë, pse si shani ju? A ti po. Po më shani vetëm mua që nga më përtushar. Vetëm unë që nga më përtushar, pse se unë jam profesori, unë s'duhet hyj me kaprollin. Gjithë tjerë letë hyjnë asnjëri nuk shahet, po hyri kaprolli me profesorin bëhet lajm. A bëhet lajm po të hyj profesori me kaprollin, e duhet shar profesori. Ju rujt zoti Shqipet kudo që jeni me krena. Lugin, Komarov, Kosovë, Shqipëri, Qamëri, Malzi, Sanxhak, në Stockholm, diaspora, në Amerikën, Australi. Janë lështuar për ta ullur. Mund këtë berë edhe ky gabime, mund këtë sharë edhe ky, mund këtë kapër edhe ky me njerës. Por, realiteti është se ja kanë pasur të gjithë pjesë e numrave. Faleminderit të Gitak, Isen, Farma, Jon, Allah i rujt në suf, Azer. Se jo, ka sharë edhe ty, po le të shajë. Lem, Krenar, Prezeren. Mundën më shajë edhe për pjesën se kur hyja me kaprolli ishte shumë në rregull. Edhe nuk shikon të arsye pse unë mos hyja. Tani çfarë i bëjmë? Po realiteti është ky. Këtu xhelozojnë njerëzit për punën numrash. Dhe këtu bëhet çdo